Gjatë gjithë ditës kemi qenë një vëzhgim dhe një monitorim me minutazh specifik në gjithë basenin e Vjosës. Kemi ndjekur të gjitha prurjet intensive që ka pasur Vjosa, që ka përmeti me Malije, Shushinca, Trino dhe gjithë impakti që ka sjellë edhe në zonën e Novoselës, ku shtrati praktikisht është rritur deri në kotën 6.5 metra në momentet aktualisht që flasim. Është stabilizuar, duhet të themi, por kemi jashtë rrezikut, duke ditur që kemi akoma një situatë dinamike në gjithë qarkun e Gjirokastës me rreshje intensive që vijojnë dhe që krijojnë prurje ende në zonën e Novoselës dhe në Gujderit. Përpasojmë kemi vendosur që të shtojmë forcat në terren, ju keni qenë të kushtitar për sa i përket minjave të argjinaturës, ka pasur disa shëndje dhe jemi përpjekur me bordin e kullimit, forcat e bashkisë Vlorë, të kemi një rehabilitim të përkohshëm dhe të parandalojmë situata të mundshme. Nga ana tjetër, pranë banorëve janë stokuar qoftë në Lishan, qoftë edhe në Fitore, diskotim të forcave të armatosura, në mënyrë që në qoftë se do jetë nevojshme që të zgjidhojmë evakuimin e zonës, të kemi kushtet e nevojshme për ta bërë dhe forcat përkatëse që të mbështesin qoftë zonat bujqësore, qoftë edhe zonat e banuara.